Komuna e Gjakovës është e njohur për nga numri i objekteve të trashëgimisë kulturore. Prandaj antarësimi shumë përfolur i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për arsimin, shkencën e kulturën apo UNESCO do ishte një lajm shumë i mirë për komunën e Gjakovës. Kështu u shpreh drejtori i Institutit Regional për mbrojtjen e monumenteve kulturore në Gjakovë, Osman Gojani. Që objekte si për shembull këtu ku gjendemi në Xhaminë e Adumit vlen të futet në UNESCO gjatë shkatrimit 99-shin e të gjitha punimet e konservimit, të restaurimit, si pikturave murale, si pikturave jashtë Hayat mrapa meje, si objekti, si minorja, të gjitha i kanë përbërë të gjitha e kriterjat e konvektave. Tashme kemi shumë konvekta, na i kemi përbërë të gjitha kushtet se i kemi punuar këto punimet e konservimit në bazë të harmonisë dhe Xhamia e Adumit dhe objekte tjera mujmin gje këtu kemi Xhaminë e Kusarve, i kemi shumë teqe, urat, e kemi një urën e lashë e cila është e vjetër nga shekulli i parë i Resion, është ura hijes metësh, pse vlen të futen në mbrojtjen e UNESCO-s. Ndërkohë në Gjakovë shpejt pritet të fillojë restaurimi i disa objekteve të rëndësishme fetare, fal donacionit të vakufit nga Turqia. Ato janë Xhamia ku gjendemi, Xhamia Kusarve, Xhamia e Sefës dhe Xhamia e Madhes Jusufit janë në proces të marrjes lejes ndërtimit. Derisa edhe një objekt të xhamisë është i marrën nga vakfi, është Xhamia e Çarshis Vogël, është Xhamia Mehmet Pashës. Derisa në proces se duhet ta ceki është edhe restaurimi i minores në Xhaminë e Honkës, të cilat ndjera mësuesja Supie Koshi, Çika e Farifenis, është duke investuar edhe trupin e minores e kemi ngrit mbi bazamentin ekzistus, të cilja ka nisë më ndërtu diku para 70-80 vjetë, nuk o përfundu kur. Po ashtu edhe nga qeveria Kosovës priten investime në këtë drejtim. Ministria për Kulturën e Sporte i ka do mjetet për 3 objekte në Gjakovë. Është shtëpia e Osman Punashecit, të cila ka me u konservu kulmi dhe disa pjesë të objektit që janë damtu. Është kulla e familjes Dyla dhe është qendra për mbrojtje e monumenteve kulturore ku punojmë na, të cilat janë disa përmirësime edhe degradimet që janë bo pas kohës. Me restaurimin e këtyre objekteve të trashëgimisë kulturore, Gojani mendon se Gjakova bëhet më atraktive dhe tërheqëse për të vizituar.